يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Allahun e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut. Atë e falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa salavatet ja dërgojmë dritës së njerëzimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, kërkojmë nga i Madhi Zot që Allahu të na falë gjunahet tona në këtë kohë ku pranohen lutjet tona. E pastaj nga i Madhi Zot kërkojmë që pas faljes së gjunaheve Allahu të na mëshiron me rahmetin e tij, e pastaj Allahu të na bën nasib Jannatul Firdausin ya Rabbel Alamin. Për Allahu të kërkojmë Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Besimtarë të nderuar, ne kemi folë në ligjëratën e kaluar për vlerën e një kategorie më të ngritër të shoqërisë dhe janë ata të cilët janë marrë me dituri dhe na kanë mësuar fëmijët e tanë, ata janë arsimtarët, janë profesorët, janë gjenerata më e mirë e njerëzimit që e ngritin vlerat shoqërore. E pastaj janë fëmijët e tanë, studentët e nxënësit që ne presim prej tyre që ta ngritin vlerën e shoqërisë dhe udhëzimin e shoqërisë që të jenë prej atyre që i ngritin vlerat në rrethin ku jetojmë ne. Dhe kjo bëhet se vetëm me dituri. Sot pjesa e dytë e mesazhit të kësaj hutbe, pasi që koha është me shi, është atu vallë, a vlen dituria dhe çka është definicioni i fjalës dituri. Ka mundësi me qenë njeriu akademik, nuk e njeh Zotin e tij, nuk e njeh pejgamberin alayhis salam, e ka një profesion, është akademik i ndonjë shkencesh të ndryshëm, por realisht ai nuk e njeh Zotin dhe nuk ka iman. Dituria pa iman nuk është dituri. Dituria ai që nuk e njeh emrat dhe cilësitë e Zotit dhe nuk e njeh Allahun e tij dhe pejgamberin nuk është dituri. Prandaj ne kërkojmë nga gjithë ata që mirën me arsim që diturinë t'ja bashkangjesin dhe imanin, për shkak se nuk ka mundësi me qenë i ditur ai i cili nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala. Qala Allahu wa qala ar-rasul, fjalë dituri, definicioni kanë thënë ulemaja është fjala e Zotit dhe pejgamberit, e pastaj dituri tjera. Kjo është çelësi, kjo është kodi. Pastaj duhet me qenë mjek i mirë, inxhinier i mirë, profesor i mirë, fizicient i mirë e ashtu me radhë, por me qenë ai i cili beson në Allahun subhanahu wa taala. Prandaj fuqia e shoqërisë duhet të jetë ilmi, duhet të jetë dituria, dhe e dyta imani. Nëse këto dy komponente nuk janë në mesin ton, nuk ka peshë dhe vlerë. Dikush thot hoxh, filan shteti shumë i fortë dhe fuqia e një shteti është aspekti ekonomik, aspekti politik, aspekti jo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam investoi në dituri dhe pastaj investoi në iman. Edhe me dituri dhe me iman, emrat e burrave para 14 shekujve përmenden hala dhe emrat e tyre nuk shuhen asnjëherë. Prandaj nëse don të ngritet emri jot ngritet yerfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Allahu i ngrit ata që besuan në Allahun dhe ata të cilët e ngritën vlerën e diturisë, u morën me dituri. Prandaj nuk ka gjenerat më të mirë se ata që mirën me dituri. Dhe fryti i devotshmërisë është dituria. Fryti i takvallokit është devotshmëria. Prandaj faktorët e ngritjes janë imani dhe dituria, siç thot Allahu në Kur'an, yerfa'illahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Mbas shkallëve të ilmit do të ngritet edhe kategoria jote tek i Madhi Zot subhanahu wa taala. Thot Allahu në ajetin tjetër, fa'lam annahu la ilaha illa hu. Këtë ajet garant shumica e njerëzve e din. Çka do të thonë fa'lam annahu la ilaha illa hu? Dhe dije se nuk ka Zot që meriton të adhurohet. Fa'lam është nga fjala ilm dhe dije. S'munësh me njoft Allahun nëse nuk ke dije. S'munësh me njoft Kur'anin nëse nuk ke dije. S'munësh me ardh me fal xhuman nëse nuk e din rregullat, dijen rreth namazit të xhumas. E ashtu me radhë. Prandaj kodi i suksesit është dituria dhe imani në shpërblimin e Allahut dhe veprat që i bën për hir të madhnisë Allahut. Këtë ajet dikush mendon se duhet vetëm për të vdekur, kur vjen më dhe mi thon fa'lam annahu la ilaha illa hu, dhe dije se Allahu është një, ai ka vdek. Vallai hoxh 72.000 herë duhet mi thon, ai kurse ka thon për mi dhe, e ka më thon në rdhë se Allahu është një?
Ai shka nuk e njeh Allahun mbi dhe s'ka me njoft edhe në rdhe. Ai shka se nuk e njeh Kur'anin mbi dhe s'ka me njoft edhe në rdhe. Ai shka se ka njoft pejgamberin dhe hakin ndaj Allahut dhe pejgamberit s'ka me njoft as në rdhe, ai është tradhtar. Prandaj falen dhe dije se Allahu është një i ri i dashur, student i dashur, xhamatli i dashur, shtoje imanin me dituri dhe dije se Allahu është meritori i vetmi që meriton të adhurohet dhe të shërbesh ummetit në emër të imanit, në emër të Kur'anit, në emër sipas standardit Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo është kuptimi i fjalës dituri dhe takvallëk. Rezultati është Xhennetul Firdaus. Elusim Allahun e Madh që Allahu neve dhe juve dhe tritet ton Allahu na pasuron me dituri të dobishme dhe me iman, edhe është Zoti i Madh që të dalim nga kjo botë duke njoftur Allahun, ai që e njeh në këtë botë do ta njeh edhe natën e vorrit dhe ditën e Kiametit. Allahu na ringjall me Muhamedit alayhis salam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.